Aktoria e njohur tropojane, Ariola Demiri, njëherë ish banore e Big Brother VIP Albania 1, ka ndarë së fundmi një histori të veçantë dhe emocionale që lidhet me Eliona Binakajn, banoren aktuale të Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë një interviste në ora 7 në Klan Kosova, Ariola ka treguar se gjatë periudhës së luftës, familja e Elionës kishte gjetur strehim te familja e saj në Tropoj. Një detaj që ajo e kishte zbuluar vetëm pak kohë më parë. Do të tregoj diçka që e kam zbuluar në dhjetor, kur shkova te prindërit për vitin e ri. Mami dhe babi më treguan që gjyshërit e Elionës kishin qenë te ne në kohën e luftës. Dhe e kisha fshirë si kujtim. Hapa albumin dhe zbulova gjyshin dhe gjyshen e Elionës në shtëpinë time. E mbaj mend shumë mirë gjyshin e Elionës, teshat e Elionës me të cilat kam edhe foto. Unë kam qenë 13 apo 14 vjeçe në atë kohë, ka rrëfyer Ariola. Ky zbulim ka rikthyer kujtime të forta për aktoren dhe ka prekur edhe publikun, duke treguar se si rrugët e jetës dhe historik njerëzore ndërthuren përtej kohës dhe kufive. Duket se dy banorët e spektakleve Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova i ka bashkuar një rastësi e bukur e fatit nga e kaluara, duke dëshmuar edhe njëherë lidhjet e forta njerëzore të krijuara në kohë të vështira. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.